Ju si mendoni, a i ka përdorur Edi Rama elementët kriminal në këto zgjedhje ashtu siç pretendon Partia Demokratike dhe vetë Berisha, apo kjo është vetëm një akuzë politike që bëhet nga ana e opozitës? Nuk ka pasur nevojë të përdorë falangat kriminale Edi Rama, për arsye sepse ka pas të zgjidhur problemin, e ka bërë marrëveshje me Sali Berishën dhe nuk do kishte kontestim. Dhe praktikisht që të marrë vetëm 50 vende Partia Demokratike, që dikur ka pasur 70 e ca 68, 69, 70, siç janë bërë zgjedhjet, tani ka ta 50 vende. Nuk fitoi Edi Rama zotëri. Humbi Sali Berisha sepse nuk e votuan të tij. Nuk e votova unë, nuk e votuan me 10 e me 100 demokrat, të cilët nuk vajtën fare në votim se nuk e duan më Sali Berishën në krye të partisë. Dhe këtë do të vërtetoj me një deklarat të zonjës Argita Berisha para një viti e gjysmë, saqë që pyetjes së gazetarëve nëse do kandidonte, po që se Sali Berisha do jepte dorëheqjen, ajo tha shprehimi fjalë për fjalë, do kandidoj që të shkemi të. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që kanë pushtetin, i kanë të tëra vete dhe s'u del dot njëri përballë. Kjo është arsyeja që nuk e votuan Sali Berishën kësaj radhe. Sali Berisha nuk ka turp. Frikë s'ka, se ka Beogradin mbrapa, ka Moskën, por nuk ka as turp si njeri, si qytetar njerëse. Nuk mund të thuash gjithë jetën mi vodhën. Çfarë jeti more? Po nëse ti vodhën ik, largohu nga ajo punë, se bën dot, dhe një tjetër që s'ja vjedhi. Ka gjithjesës. Po pse nuk ikën, pse nuk largohet nga drejtimi i Partisë Demokratike? Sepse po u largohet nga Partia Demokratike, ai duhet vënë direkt në burg. Dhe atë ka imunitet, e ka mburoj, ombrell që të shpëtoj burgut. Nuk do të shpëtoj burgut, jo, është i pandehur. Është marrë i pandehur që ditën e hënë dhe do vazhdoj të përgjigjet si i pandehur duke ju renditur akuzat një pas një. Është i pandehur që gjykohet në gjendje të lirë, por në fund fare do dalë atë për atë ku ka punuar. Ju e përmendët deri diku, po a mendoni se ka një marrëveshje konkrete të fshehtë midis kryeministrit Edi Rama dhe kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha në mënyrë që Edi Rama të qëndrojë në pushtet, ndërkohë nga ana tjetër vetë Berisha të mbajë frerët e Partisë Demokratike? Absolutisht ashtu është e vërteta dhe këtë e din dhe gurët e udhës tani, kur thot populli, pra sepse vazhdimi i qëndrimit të Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike gjithnjë në humbje, mban në pushtet Edi Ramën. Ka që thjesht, kjo s'do as më naskalem. Por ka shumë të tjerë që pretendojnë se Berisha qëndron në krye të opozitës vetëm për të mbrojtur veten dhe familjen e tij. Absolutisht po. Pra tërri, për të mbrojtur veten. Por nuk do ta mbrojë dot as veten, se veprimet që ka bërë janë të dukshme, janë të dokumentuara, janë të mirë dokumentuara, të pasqyruara në dokumentat e BKH-s. Janë mbyllur ato problemet e Sali Berishës me BKH-n, janë skopsitur dosja. Sali Berisha do dënohet, pikë. Ndërkohë, nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama përmes ministrit të drejtësisë Ulsi Maja ka nisur një propozim që synon korrigjimin e SPAK-ut ose më saktë rritjen e nivelit të kontrollit ndaj tij. Ju si mendoni tani që fitoi zgjedhjet Edi Rama dhe ka 83 mandate, a e rrezikon më shumë SPAK-un që ndoshta jo për ta shkrirë, por siç pretendonte Berisha, por për të bërë ato korrigjimet që ta ketë edhe më shumë nën kontroll? Në radhë parë, Edi Rama s'ka fituar zgjedhje dhe zgjedhjet nuk janë njohur dhe zgjedhjet nuk do njihen dhe këto zgjedhje nuk kanë asnjë vlerë në politikën shqiptare. Për këtë të jemi plotësisht të qartë. E dyta, dhe sikur të ndodhë kjo që thoni juve, dhe sikur të ndodhë kjo, Edi Rama nuk ka absolutisht nuk ka shans që t'i afrohet SPAK-ut, jo më ta drejtojë, ta dirigjojë zyrtarisht. Nëpërmjet agenturave që punojnë agentëve të iç sigurimit shtetit, si punati kraj, se ca të tjerë që janë futur në SPAK kontraband, ashtu mund të ndikojë ai. Po zyrtarisht që të thotë nuk e njoh, nuk e bëhet, i thotë mos bën atë, mos bën këtë të harrohet Edi Rama se nuk e bën dot. Si mendoni, cilët janë ata emra
të fuqishëm, kryesisht në radhët e mazhorancës së kryeministit Edi Rama, që SPAK do duhet të piketojë për t'i dërguar para drejtësisë? Po gjysma e qeverisë ka vajtur brenda atij. Tani pritet Belinda Balluku, ku diun kë ka tjetër atje se këta ai ndron për ditë. Pra qeveria e tij duhet shkojnë brenda në burg, sepse po vjedhin për ditë. Dhe vazhdojnë dhe sot të vjedhin. Vjedhin dhe mashtrojnë dhe gënjejnë. Na nxorën dhe teorinë tani, do vi ai dhëndër Trumpi thonë që ble Sazanin. Me fjalë të tjera, me që Trumpi, presidenti amerikan, ka dhe një qenë dhe një maç, duhet i respektojmë ata se janë të Trumpit. Jo zotëri, këta janë mashtrues. Nuk ka gënjeshtarë si këta. Dhëndër Trumpit as ka ardhur, as do vi më në Shqipëri asnjëherë. Dhe ta harroj Sazanin, dhëndër Trumpit edhe kushdo tjetër. S'kan punë që këta të përgojojnë presidentin e Amerikës duke përdorur dhëndërin e tij. Po me këtë gjë këta i shtojnë zullumet vetes, rëndojnë dosjen e shpikive dhe të akuzave dhe të propagandës që bëjnë në dëm të interesave qoftë amerikane qoftë shqiptare. A mund ta blej influencën politike Edi Rama përmes dhënjes së Sazanit dhe Zvërnecit pikërisht dhëndrit të Donald Trump? Kujt ja jap? Kujt dhëndër të Donald Trump? Ç'ta i dhëndëm? Po pse s'vjen në Shqipëri këta thanë që do vi? Jo, kishte vetëm një komunikim online. Ishte vetëm një mashtrim, një gënjeshtër e radhës e propagandës social komuniste të Edi Ramës edhe të Sali Berishës. Kanë kohë që po ushqejnë popullin me mashtrime, me gënjeshtra. Do i qetë non grata, është hequr non grata, ka ardhur Civitaja, ka ardhur Dreqi Mexhbirin. Jo zotëri, jo. Edhe tani reklamojnë atë deklaratën e atij Evropës, atij Gonzalos, që ta jam martuar me një burrë apo jam i ndershëm. Të tillë fëlliqësira na sjell Europa neve për të drejtuar e për të marrë Shqipërinë për ta futur në Evropë. Jo zotëri, ne në Evropë jemi. Dhe nuk kemi nevojë për këta perversa që vinë aty dhe na tregojnë dhe perversitetin për moral. Nga ana tjetër ka raportime në media se sa i përket operacionit të SPAK-ut, flet arrestet janë prerë që në muajin shkurt, por SPAK i ka ekzekutuar ato pas zgjedhjeve, sepse sipas pretendimeve të opozitës, Edi Rama i ka përdorur elementet kriminal që ka arrestuar SPAK-u për të vjedhur zgjedhjet. Ju sa e besoni gjë të tillë dhe sa mund të qëndrojë një gjë e tillë nga pretendimet e opozitës dhe si mund të jetë përdorur SPAK-u në këtë rast për të manipuluar zgjedhjet? Njëherë SPAK-u deri tani se kanë përdorur dot për të manipuluar zgjedhjet. Që të jemi të qartë. E dyta, opozita tani për të justifikuar mbajtjen e kufomës politike që quhet Sali Berisha në krye, do të thotë lloj gjëra që do shpik lloj historira që prallas. Qofse opozita nuk largon Sali Berishën nga kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha do jetë gjithnjë në fund karrocerisë, se llogarit njëri për të gjallë fare.